Përshëndetje, Përshëndetje ty e dashur, nga telefonon? nga Prishtina. Më thuaj, lutem. Fillimisht po dukni shumë bukur se s'mujt ta pajason. Faleminderit shumë më i zemër, shumë faleminderit për fjalët e mira. Po më pëlqen shumë tema që e keni zgjedhur sot. Është një temë që e diskutoj kaq shpesh me shoqërinë ose çka do. Unë jam e re, nuk është që kam shumë eksperiencë në dashnie kështu, po do thënë nuk duhet mi pat eksperiencë për me i pa ose për me i vrejt. E që kjo temë nuk ka diskutim heq për me zhjith se atëherë u ka dashuria më e sinqertë. Moj me thonë që tash po ndohen shumë çifte, s'po mundesh as me u gëzu për një çift që po fejon apo martohen, se po e din që mas një muaj e dy kanë me u ndo. Edhe si pasojë çka po vjen kjo, si pasojë e dashurisë jo të mjaftueshme ose jo reale. E që në fund krejt viktim po mesin fëmija. Atëherë u kanë dashuria e shumë e sinqertë, e shumë reale, sa që nëse boks kanë pat me hungër, e kanë pat njëri tjetrin, edhe me pat një problem të vogël ose të madh, e kanë të kalu ma letë, se kanë pat dashni të sinqertë dhe reale për njëri tjetrin. E sot ka shumë interes ose materialista ose çka do çuje. Edhe që kjo është arsyeja pse tash është më ndryshe dhe munden me u nda për një fjalë. Tjetra, në kohën e mahershme e din çka kanë bo meshkujt për femra. E din që nështë luftë janë kohën, po të në kohën e kanë këshyrë të pak të një foto të sej. Tash është komplet ndryshe. E po që nuk pilo fajtorët as meshkujt, kryesisht se edhe femrat ju mbon njëjtë.